Me 85 liqene karstike, Belshi mund të ishte një prej destinacioneve turistike të Shqipërisë, por mungesa e infrastrukturës rrugore dhe asaj turistike kanë privuar zhvillimin e këtij sektori. Situata pranohet edhe nga drejtuesit lokal, të cilët janë të vetëdijshëm për potencialet e zonës, por nga ana tjetër shohin edhe gjendjen e infrastrukturës. Nënkryetari i bashkisë, Blerim Tafani, thotë se mungesa e rrugëve po penalizon zhvillimin e zonës dhe po zbe vlerat e zonës së Dumres. Shëndërimi i unazës së liqenit ose më saktë pjesa juglindore e saj, kur dhe një projekt i përbashkët midis Qarkut e Elbasanit dhe Bashkisë Belësh me PNUD-in për shëndërimin e unazës së liqenit në një zonë relaksi dhe një zonë qetësuese. Nuk është punuar për një plan perspektiv, nuk është shfrytzuar siç duhet turizmi, jo vetëm në Belësh, por edhe në liqenet e tjera që kanë edhe një mrekulli të mirë, sepse kanë edhe pyje për rreth. Jo vetëm kësaj, por turizmi në Belësh mund të zhvillohet edhe për qytetërimin e hershëm që ka gjetjet e shumta arkeologjike që janë në zonën e Dumres, qoftë në malin e Gradishit apo në vende të tjera si kishat vjetër, mund të bëhen mjaft mirë pika e referimi për turizmin, jo vetëm për vendin, por edhe për tuajt. Mendoj që kërkohet një impenjim më i madh, qoftë nga qeveria vendore, qoftë edhe nga shteti, për ta bërë këtë një perlë të mrekullueshme të Dumres. Drejtuesit lokal dhe vetë banorët në këtë situatë mbeten në pritje për investime, të cilat do të krijonin kushte për të shfrytzuar potencialet që natyra i ka falur kësaj zone.